Ishte fillimisht me trajtu një ngjarje të tillë trant, nuk e di ke qenë me siguri i vogël atë kohë në masakrës, a e mban mend apo jo? Kur ka ndodhur ndoshta veç kështu, 7 vjeç. Kam qenë, po, si sigurisht, raportime, si 8 vjeçare dhe kam kështu parasysh tepër. Raportimet nëpër gazeta, fotografi që janë. Shumë pat bubuj goxha të madhe. Me që njëse kështu, po du me vazhdu kështu, ka qenë e rënd emocionalisht për me ecë ditën që kemi qenë në Reçak, në për atë kanalin, veç ku ka ndodhë masakra për arsye se u kom paka shumë edhe skena e njëjtë, ke një risk bore kështu pak më e madhe se sa në kohën kur ka ndodhë masakra, po ishte ai ftohtë edhe ishte edhe emocionalisht ftohtë, po them kështu. Ajo që e kemi trajtu edhe fokusi është te aktakuza dhe dokumentarin e kemi titullu 21 kriminalet pa maska. Për arsye se i kemi sjell ekskluzivisht 21 emrat, aktakuza është ngrit me 30 dhjetor të vitit që shkoj tash, gati një muj. I kemi zbulu emrat e pjesëmarrësve, urdhërdhënësve edhe atyre që kanë kry masakrën e Reçakut me 15 janar 99-ës. I kam këtu për para, i kemi shfaq edhe mram mat, edhe kisha dash me i lexu një nga një, për arsye se me qanë, si me thonë, ekskluziv, po janë edhe njerëz me peshë që kanë qenë prej qeverisë të Serbisë edhe tutje, për çka është diskutu edhe këto 27 vjetë, do me thonë që na, si popull, si njerëz, diskutojmë edhe për një padi për gjenocid ndaj Serbisë, duke akuzu jo vetëm individ, emra të përveçëm, po duke akuzu shtetin e Serbisë. Dhe nëse më lejoni kisha lexu nga një, është Goran Radosavljević, që ka qenë shef i shtabit përgjithshëm për operacionin në Kosovë, Obrad Stefanović, pjesëtari MUP-it, shefi administratës aty në këtë ministri, Radomir Marković, zëvendës ministër, Krsman Jelić, komandanti brigadës mekanizuar, Živko Trajković, komandanti i njësive speciale antiterroriste, Bogoljub Janičević, kryeshefi sekretariatit për punë të brendshme, në Ferizaj për atë kohë, Milan Lečić, komandanti i njësive të veçanta të policisë Serbisë, Radomir Mitić, komandanti stacionit policor në Ferizaj, Dragan Đorđević, komandanti stacionit policor në Shtime dhe Branko Mladenović, zëvendës komandant në këtë stacion. Të tjerët, emrat e tjerë, kanë qenë policë edhe inspektor, po të gjithë këta bashkë, edhe urdhërdhënësit, edhe policët dhe këta inspektorët e hetimeve, janë njerëz, disa prej të cilëve nuk janë të vetmit, që e kanë kry masakrën e Reçakut, duke dhënë urdhër për ekzekutimin për atë operacionin aty mëngjesin e hershëm të 15 janarit, edhe mandej ekzekutimin në për fshat, shtëpi për shtëpi, lagje më lagje, derë më derë, derisa ka ardhur koha te një shtëpi që ndodhet aty buzë malit, pronës Sadik Osmanit, i cili gjithashtu është i vram, kanë qenë aty të strehum, shtëpia paka shumë ka shërby si streh atyre ditëve për njerëzit me umbroj për arsye se ka qenë te mali dhe kanë pasi opsion tjetër fshehje në mal nëse veç ndodh diçka, po aditi kanë zonë shumë herët mëngjes, burra, gra, fëmijë, mandej ka nis tortura, ka nis ndarje atyre, dikon rreth 30 burra i kanë marrë, kanë torturuar për 2-3 orë në shtëpi, në një ahur, siç tregojnë dëshmitarët aty, mandej për 2-3 orë në borë edhe nuk ju ka mjaftu kaq. Pas torturës i kanë marrë, kanë qitë rreshtë dhe i kanë gjitë malit për pjetë, ku, si shprehen dëshmitarët e mbjetum, kanë pretendu se përfundoj me qaq, edhe shpëtum. Tash edhe kanë dalë edhe me një farë entuziazmi malit për pjetë që po ikim, po dalim në katundin tjetër. Kur kanë dalë atje, kanë pa forcat mëdha policore edhe aty ka nisë ekzekutimi i tyre. E kemi pas në studio një prej të mbjetuarve të kësaj masakre, nuk e di se e kom harru saktë se qysh ka shpëtu nga forcat serbe. Unë i kam 2 dokumentuar. Por është shumë e dhëmshme. Është Alberti Meri dhe Burim Osmani, të dy kanë qenë në shtëpi aty, kur ka nisë tortura ndaj tyre. Po njëri 16, tjetri 17 vjeçare. Njëri tregon edhe në dokumentar është deklarat aty që ka pas një farë dileme, a mendo, a mës mendo, dhe thot përfundimisht më kanë marrë dhe më kanë fut brenda dhe kanë mbyll derën. Ndërka që Alberti Meri tregon se ka qenë gjetuni e tij. Thot ka qenë polici te dera, ka qëndru, edhe thot unë jam matë. A me dalë, në momentin kur e ka kthyer shpinën, thot unë kom hyrë dhe kom vazhduar në dhomë te gratë, edhe ata nuk kanë hima me kontrollu për arsye se thot se
sipas pretendimeve të tij edhe të burimit, derisa kanë komunikuar me radiolidhje, ndonë se të dy të ri nuk e kanë ditë serbisht, kanë thonë u bobolla, u mbosh numrit, lene me çikaqe dhe po vazhdojmë me këta të tjerët. Të këta emrat, a tregon kjo që në krejt mënyrë institucionale shtetërore është përgatitur krejt skenari i masakrës gjenocidiale në Reçak dhe sa e asiston pikërisht një padi shtetërore ndaj Serbisë kjo strukturë që përmende krejt në mënyrë institucionale, sinqerisë institucionale. Derisa këta njerëz kanë bajt pozita hierarkike në qeveri, nuk munden me u akuzu individualisht sipas pikpamjes time, për arsye se nuk kanë qenë si individ aty si emra të përveçëm, po kanë qenë përfaqësues shtetëror të Serbisë në atë kohë. Nuk ka qenë çështje individuale, raport individual. Ky ka qenë operacion edhe për mendimin tim, edhe në ato që është trajtuar që ka qenë operacion shtetëror i shtetit të Serbisë, ushtrisë edhe policisë serbe në atë kohë. Në këtë akuzë përmendet me rëndësi për të cekë është edhe autopsia e bërë e viktimave. Atë kohë është bërë prej mjekoligjorëve Jugoslav, kanë qenë Bjelorus, ka qenë edhe një ekip finlandez. Po tash kur është ngrit akt akuza, para se me ngrit akt akuza, prokuroria speciale, institucionet tona kanë trajtuar natyrisht me seriozitet, kanë bërë analizat e autopsive. Aty jepën detaje që shka ndodhë vrasja, ata zëm janë përdor 240 predha, thot, për me i pushkatu burrat, ka qenë edhe një gruat edhe fëmijë në kodrën e bebushit aty. Dhe më thonë janë zbraz 240 predha mbi ta. Theksohen dëmtimet, ka viktim që është godit me 20 predha, shumica prej tyre në kokë, ka viktim që është godit deri me 13 predha, shumica prej tyre në zemër, ka viktima me 6 predha, 5 predha, 4 në zemër ose në kokë. Ta zëm shumica prej tyre janë të goditur në kokë, me 4-5 predha, 5-6 predha, edhe kështu me radhë, po nuk përmenden dëmet e tjera, dëmtimet e tjera prej analizës që ka bërë dhe prokuroria speciale. Ta zëm aty ka pas njerëz pa kokë, që ju ka hje koka me sëpat, ka pas njerëz pa sy, ka pas njerëz që ju kanë nxjerrë zemra me mjete të mprehta, dhe këto nuk janë përmend. Përmendën fare. Nuk përmendën fare. Në dëshmin e njerëzve edhe të bjetuarve. Po, tash s'kan bet pa u trajtu, për arsye se, si me thonë, ato kanë qenë faktike. Janë 52 dëshmitar që i ka intervistu prokuroria, kanë dhënë deklarat. Tash në 52 dëshmit, rrëfimin e kanë paka shumë të njëjtë, për arsye se kom pas akt akuzën dorë dhe e kom lexu edhe janë trajtu edhe këto, dhe me thonë se njerëzit i kanë pa ata të cilët janë vra edhe janë masakru fshatit deri te kur kanë dalë edhe te kodra e bebushit. Për arsye se edhe te kodra e bebushit kur janë gjit, janë kanë 2-3-4 që kanë mri me ik prej atij vargut. Për arsye se e kanë bërë rreshtin, janë gjit, disa kanë ecë pak më shpejt, ndoshta po supozoj që ata është dashur me ndjek, do ma tjetër që tregojnë dëshmitarët, kanë mbet më mbrapa edhe kanë rri me deviju rrugën, edhe tani me shku me tregu çka ka ndodhur, çka kanë pa, çysh ka ndodhur. E gjitha edhe po besoj që kjo është një përmendet edhe dëshmia e William Okeri dikon? Ja, ka dhe dëshmitar huaj. William Okerin e kemi intervistuar edhe për dokumentar, kështu e kemi pas. Okeri ka bërë edhe një libër, edhe na e intervistume, edhe rrëfimi i tij sillet pak a shumë çata binaret e rrëfimeve të tij që ai ka dhënë për 27 vjet në për intervistat të ndryshme. Ka dëshmitar të tjerë të huaj, kemi zbulum ram, po i them edhe këto është pas ti vjen dëshmia e ish generalit amerikan të NATO-s Wesley Clark, është një dëshmi tepër me rëndësi edhe e Helena Rantes, eksperte e mjekësisë ligjore finlandeze, e cila paraqitet edhe në pamje dhe në dokumentarë dhe të pamjet e Associated Press që atë kohë ka hyrë për brenda për me pa qysh po zhvillohet procesi i autopsisë i të vrarëve, të masakruarve në Reçak, dhe ka zyrtar të tjerë edhe 4 të tjerë që kanë qenë atë kohë kanë shërby në kuadër të OSBE-s në Kosovë. Këta i ka propozu prokuroria që me dhonë dëshminë e tyre në gjykatë kur nis procesi gjyqësor, i cili është proces gjyqësor në mungesë. Do të thonë kanë mri me u identifikuar dhërdhënësit, kryerësit e veprës penale, mirë po prokuroria nuk ka mund me arrestu me për arsye se ata janë ku janë ka adresa, dihet vendodhja atyre dhe vendodhja atyre pothuajse është në Serbi dhe shteti serb i fsheh, ata nuk i dorëzojnë në ndomë sikur që ka ndodhur me rastet e tjera
prej pas luftës. Dy momente që kanë qenë gjatë kësaj periudhe kohore, një kur është viju familja Jashari që kanë nxit popullatën shqiptare me u mobilizu dhe me u bashku radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kurse pikërisht kjo masakër i kanë nxit NATO-n dhe ndërkombëtarët të reagojnë më shpejt dhe po ashtu me u përshpejtu dhe konferenca e Rambuje, se e ka ekspozu brutalitetin që regjimi Milošević kishte ndaj civilve shqiptarë. Ndaj për këtë ka një peshë të jashtëzakonshme, pra është dashur këta 45 persona të flijohen në mënyrë që të kemi reagime ndërkombëtare dhe të tjerë të takzojnë lirinë. Na tha dhe Uakeri në intervistën që patëm, për arsye se masakra e Reçakut konsiderohet se ai shkaku kryesor që me ndërhy NATO pas masakrës që është bërë aty, masakrimit mbi shqiptar, tha që na kemi qenë ndjeni edhe për masakrat e tjera, janë afër 400 masakra që janë kry në Kosovë prej Serbisë, po masakra e Reçakut kam rri me u dokumentu, edhe që kam bërë këta kam vepru shpejt e shpejt për arsye se edhe zyrtarët serb të kohës, kur e kanë informu OSBE-in atë kohë, kanë pas kontakte me ta dhe kanë thonë se në Reçak është bërë një betejë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës atje dhe janë disa ushtarë të vranë. Po Uakeri thotë që në këtë rrëfim kemi pa që diçka ka dyshuese edhe kemi vendosur që të nesërmen me shku atje, edhe mos me i dhanë hapësirë autoriteteve serbe që me ndryshu skenën e krimit ngjarjen atje edhe me shku me i pa që vërtet njerëzit e vramë në për gjithë fshatin janë civil, pafajshëm, vjetër, fëmijë, 14 vjeçar, 80 vjeçar, 82 vjeçar, ai s'ka mund me qenë uniformum për me